ndodhi konkretisht? Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalon dhe Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për t'u shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllana dhe vllai më mori mua se kisha mund çelësat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta policisë, bën verifikime të tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se thyra të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ke gjollë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama të janë të vegjël, i pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur të xham. Anë shtyllur. Ju do të në Isadi. Unë nuk jetoj këtu, prandaj. Unë jetoj larg, po erdha se kisha çelësat e shtëpisë që mori policia. Po, lajmëron, vëlla. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë hyn tjetër në shtëpi, edhe me hijet bën. Megjithatë ai është nisur do kthehet. Sa më shpejt. Çfarë moshë kishte personi? Ky do të ishte te 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri. Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po, ata e kontrolluan. Erdha ata zjarr fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar.